Ndërsa na duhet të diskutojmë raportin e veprimtarisë së autoritetit për informim të dokumentave të ish-sigurimit të shtetit, do më duhet që të përdor kohën edhe për një replik ndaj dikujt me cilin më është dashur të përballem shumë shpesh në këto 21 vite në kuvend. Dhe kujtoj këtu një koleg deputet të Partisë Socialiste që në përballjen më të parë në shtator të 2005-s me individin më tha, Taulan, tha, nuk ja vlen tha të përballesh me të, sepse tha ai është i paskrupullt dhe të sulmon me shumë të pavërteta, të cilat dashur pa dashur të bëjmë pis. Kolegu në një moment të caktuar erdhi dhe u bë aleat i zotrisë. Dhe ati kolegu tim i thoshte, ti e bandit, ti e kriminal, ti e hajdut, ti ke vjedhur Floririn, ti ke bërë këtë, ke bërë atë. Po, ka qenë Ilir Meta që ma ka thënë. Ishim të dy në këtë krah të sallës. Me Ilir Metën kam qenë koleg, kam pasur kryetar në Fresh. Por, çfarë nuk i tha të gjitha të zezat? Gjithë jetën politike sa e kishte kundërshtar. Pastaj, historia flet vetë kur u bën aleat. Dhe i them atëherë Ilirit, ishim këtu në këtë pjesë të sallës, ishte një sallë ndryshe, i them Ilir, unë e kam darë mendjen dhe mendoj që gjërat duhen thonë përballë, dhe ti kam thënë gjithmonë përballë, ti ngele një komunist, aq komunist i pa ndrejshëm, sa që gjithë jetën vjen këtu dhe le tha ky, tha ai, se kështu bëje kur ishe atje. I tha ky asaj, i thash unë asaj, ky i tha atij, edhe pastaj çove kolegët, i hoqe kolegët nga spitali, i internove, pastaj zure vend se tani leri këto dënglat me ne. Se të hypje në vargën e djalit e Enver Hoxhës nuk e hypte dot kushdo. Që të shkojë në ditëlindjen e Enver Hoxhës nuk shkonte dot kushdo. Por shqyr që i ke ngelur ti, po mbaja atë se ja mban mirë, se këtyre i thash janë zhurmues, ti paguesh për të mbajtur atë. Tani, mbaja se ja mban mirë. Tani, unë nuk jam bërë pishman dhe nuk bëhem pishman kur që të kam kallëzuar penalisht për vjedhjen e kompleksit Partizani. Nuk jam bërë pishman, 100 herë të e mbrapsh, edhe pse më duhet të përballoj gjithë këtë balt që hedh ti për ditë. Unë jam ky që jam shumë krenar për familjen time, për prindrit e mi, jam shumë krenar për zonën nga vi, shkoj çdo fundjavë, nuk jam si ti që shkoj me autoblind në Tropoj, ku ke përgjegjësinë e 170 jetëve të humbura atje, po jam punë të tjera dhe s'kam kohë të harxoj me këtë. Kemi dhe një çështje me ty, që presim e shpresojmë dhe nuk komentojmë nga drejtësia zbardhjen e vrasjes shtetërore të 21 janarit. Kaq, tani e dyta. Dhe nuk komentojmë më fare për këtë, nuk bëhem pishman kur, se çfarë do lloj pislëqesh që mund të hudhesh ti kundër meje. Jam shumë krenar që nuk kam asnjë akuzë mbi supe, siç keti akuzën që vodhe fushat e kompleksit Partizani për të pasuruar veten tënde dhe familjen tënde. Akuza e hajdutit është akuzë më e rëndë që mund të ketë një njeri mbi supe. Tani, zonja zotëri, ju paralajmërova në mëngjes për një incident të rënd diplomatik, i cili tani për masat, besoj që jeni informuar, Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, komisionerja Marta Kos ka dalë një deklaratë zyrtare.
ku i kërkohet, nëse keni vesh e sy, i kërkohet Partisë Demokratike të distancohet nga kjo deklarat e turpshme. Ju kam njoftuar sot se grupi parlamentari Partisë Socialiste për këtë deklarat të turpshme, këtë incident të rënd diplomatik, të sulmit kundër një ambasadori, ne kemi depozituar kërkesën bazuar në kodin e etikës së Kuvendit Shqipërisë, i cili thot në nenin 6, gjua jo parlamentare dhe diskriminuese. Deputetit i ndalohet të përdorë një gjuhë të shprehur e cila nxit urrëtitjen në bazë të racës, gjinisë, moshës, origjinës kombëtare, përkatësisë etnike e tjera. Bazuar në nenin 10, ndalimi i ngacmimit seksual. Deputetit i ndalohet çdo sjellje me natyrë seksuale që prek dinjitetin e cili do dhe që konsiderohet i padëshiruar dhe vazhdon vijus. Bazuar në nenin 65, fraksion 1, masa disiplinore për jashtim nga pjesëmarrja në komisione dhe në seancë plenare, zoti kryetari i Kuvendit ju informoj që jemi drejtuar Komisionit Etikës pikërisht për të kërkuar përjashtimin për 30 ditë të deputetit Sali Berisha. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Berisha replik, zoti Strazimiri procedura për replik, çfarë keni? Zoti Strazimiri. Procedurë kishte. Replik. Okay. Ti përgjigjesh një shpifsi të denatyruar moralisht dhe integritetin e tij njerëzor nuk ja vlen të humbasish kohë. Por ajo që duhet të them edhe një herë, nuk kam bërë asnjë fyrje ndaj asnjë ambasadori, por kam shprehur mendimet e mia këtu, siç do t'i shpreh haptas në çdo rast. Kam kërkuar nga ky parlament dhe jashtë këtij parlamenti, nga ambasadori Gonzato, të na tregoj cilën direktiv, sepse ai ka mbështetur këtë ligj dhe zonja Marta Kos deklaron se ai ka mbajtur qendrimin e Bashkimit Evropian. Plotësisht dakord. Por përsëri, cila direktive Bashkimit Evropian? Bashkimi Evropian funksionon me direktiva. Cila direktiv e Bashkimit Evropian përdor terminologjinë e përkatësisë së shumëfisht gjinore. Përdor terminologjinë, ta shoh, ta di, sepse ekspertët të shquar që unë njoh më kanë konfirmuar se asnjëra nga direktivat e Bashkimit Evropian nuk kanë këtë terminologji, por janë që të gjitha në binaritet, flasin për burrin dhe gruan. Kjo është e tëra. Çdo lloj interpretimi sui generis është problemi atij që e bën, por unë përsëri dhe përsëri deklaroj këtu se jam kundër çdo forme diskriminimi dhe pabarazie, por absolutisht jam në kategorike kundër përpjekje për të riformatuar antropologjinë njerëzore, binaritetin e gjinisë, kushtetutën e Shqipërisë, ligjet e kodet e vendit, të cilat sankcionojnë këtë binaritet si themel juridik të rendit kushtetues të Shqipërisë. Faleminderit. Zoti Strazimiri, replik 2 minuta. Faleminderit, zoti kryetar. Në fakt ju thash replik se për procedurë s'do ma jepnit. Replika është i drejtosh fjalën dikujt dhe dikush i drejtosh fjalën duhet ta meritoj. Ekskrementet njerëzore nuk e meritojnë këtë punë edhe nëse janë në parlament. Përsa i përket asaj që sapo morët zyrtarisht në mikrofon,
Për faktin që ka reaguar komisionera Kose tjerë me radhë, është thjesht Griselda 2. Griselda 1 kërkon të foshin e Griseldës që posa Sali Berisha ja kishte rrëmbyer në një natë të errët për shkak se kishte fituar bashkinë i shoqi. Griselda 2 është kjo që Sali Berisha dhe ne që kemi kundër gender equity. Jo, s'është e vërtet. Përkundrazi, të gjitha dokumentat që vendosin për gender equity kanë firmën e kësaj qeverie kur ka qenë pushtet me kryeministrin Sali Berisha. Ne sot jemi këtu kundër dhe ky është dezinformimi, gender ambiguity. Dhe ky është debati. Ashtu sikur se Tanja Fajonin në vitin 2007 e mashtruat, po për fat keq një politikane slovene, sot guxojnë të mashtrojnë një komisionere të Bashkimit Evropian, po ashtu slovene. Është Griselda 2 dhe ju duhet mbani një qëndrim këtu, ju ishit këtu, ju e dëgjuat. Nuk jemi kundër gender equity, jemi kundër gender ambiguity. Ju falenderit. Faleminderit. Ministri Gogu ka kërkuar fjalën. Nderuar kryetar, nderuar koleg. Ne sapo u bëm dëshmitar të një diskriminimi tjetër, të një diplomati tjetër, që për shkak të origjinës së vet, sapo e dëgjuam atë gjë. Dhe kjo ndodh sepse kultura brenda një force politike që sot fatkeqësisht qëndron përballë si pengesë përballë integrimit evropian të shqiptarëve dhe që duket fare qartë, e ka kthyer diplomacinë në stigmatizim personal për shkak të cilësive personale të diplomatëve të caktuar, i stigmatizon personalisht. Ndërkohë që po e lexoj, pavarësisht se kishte një hap mbrapa, po mirë do ishte që të ishte falje publike ajo e zotërisë 21 janarit, sepse tha kështu, po e lexoj, ambasadorit të BE-s i them kaq, zotëri, ne absolutisht të respektojmë orientimin seksual gjithsecilit, por përpjekjet tuaja për të imponuar shoqërisë shqiptare standarde të përkatësisë së shumëfisht gjinore të gjinisë në diversitet të gjerë përveç asaj binare, dhe i them këtu edhe në statusin tënd ti je binar, nuk merremi ne me trajtimin ka fëmijë, ka pasur grua, ka marrë vendime, pra ato llogjet që bën zotëria e 20 janarit duke hyrë personalisht. Dëgjoj. Sulmi ndaj ambasadorit nuk mbron asnjë vlerë shqiptare. Shoqëria shqiptare është shoqëria e beslidhjes familjare dhe këtë ne respektojmë që të gjithë. Por të përdorësh besimin fetar, për ta politizuar një çështje dhe për të veshur me neokonservatorizëm, duke shpresuar se do të shplaj njollën e korrupsionit madhor, duke u bërë ndjekësi dhe aderenti kryesor i neokonservatorizmit, ky është një naivitet politik. Ligji është standard europian, këtë thot komisionerja. Është politik europiane, përafron i nderuar zotëri 21 janarit përafron 10 direktiva, jo 1, 10 direktiva, sepse flet për barazin burr-grua, Besimi fetar zotëri bind me shembull, kurse ligji administrativ mbron dhe atë që vendos të sillet ndryshe nga ty edhe nga mua. Dhe ne të dy nuk mundet të imponojmë bindjet tona me ligj. Ka ikur ajo kohë. Janë shoqëri të cilat kanë çuar në vdekje njerëz të cilët mendonin dhe jetonin ndryshe, siç bëre edhe ti në 21 janar. Kështu që kjo historia e sulmit personal ndaj ambasadorit për një politik publike europiane, për një standard europian, për një kulturë shqiptare që është kultura e mos diskriminimit për asnjë arsye në botë. Unë besoj që duhet të dënohet nga ky parlament dhe nga këta njerëz të cilët vazhdojnë dhe stigmatizojnë ambasador për cilësi të tyre personale. Faleminderit.
Faleminderit zoti Gogu. Këtu mbyllen diskutimet për raportimet në rendin e ditës. Do të vazhdojmë me çështjet e tjera të rendit të ditës. Zoti Balliu, keni marrë 2 masa sot, ndërkohë keni vazhduar të nuk është hequr asnjë masë, keni vazhduar të etiketoni kolegë nga vendi, nëse do të vazhdoni do të kalojmë në masën e tretë, sepse kështu thot rregulloria. Dakor? Tani kalojmë të çështjet e tjera të rendit të ditës. Një minutë, mos bërtit se do marrësh masën e dytë, Flamur. Mos bërtit, unë nuk po bërtas, po të shpegoj, jo, mund të mos shqetësohesh, s'ka problem, nuk e kam për informacion, jo për kërcënim. Të lutem. Jo, sepse nuk po më lejoni të vazhdoj, shpjegimin. Pikën e parë e mbyllëm, sepse s'ka më diskutant dhe s'ka më kuptim të marrin për procedurë për pikën e mëparshme. Pra, nuk ka kuptim të marrin fjalën procedurë pikën e parshme. Tani zoti Strazimiri, ju lutem mos vazhdoni sepse po thyeni rregulloren. Ju nuk do më tregoni se si do ta drejtoj seancën. Dakor? Dhe po të dëgjoni shpjegimin deri në fund, edhe ju do jeni të kënaqur. Po thjesht gjërat duhet vendosur në rend. Për pikën e mëparshme, që është pika 11 e rendit ditës, pra diskutimet e raportime, mbaruan diskutimet. Nuk ka më diskutime. Nuk mund të marrin fjalën për procedurë për atë pikë. Ajo pikë u mbyll. Tani po fillojmë pikën tjetër. Te pika tjetër mund të ndryheni me fjalë me kërkesë për procedurë. Kush e do fjalën procedurë, meqense jeni regjistruar? Kush do t'i kliqë, se ke kërkuar fjalën? Zoti Berisha, keni fjalën për procedurë, pika 11 ka mbaruar, para se të fillojmë pikën 12, keni fjalën. Keni fjalën, urdhro. Flisni. Së pari, ignoranca s'është kur argument. Parafolsi duket se fjalën binar e ngatron me fjalën bipolar. Por Zot falë se s'di ç'thot. Fjala binar në konceptin tim s'është kur fyrje. Binar quhet burri dhe gruaja. Gjini binare do të thot mashkull dhe femër. Dhe ata që thonë se dhe ti që ngrihesh e thua se kjo është fyrje, do të ndjehesh keq me veten tënde. Është e tushme. Nuk e bën asnjë nxënës i klas 4 një gaf të tillë. Nuk mund ta fyja unë atë, e thash këtu, përkundazi. E vetmja gjë që kërkova, na tregoi cilën direktivë dhe nuk e kërkova kot. Pse? Sepse unë, para se di këtu, kam kërkuar nga ekspert, nga njofës të drejtës europiane. Dhe ata më kanë garantuar, si të thash, se nuk ekziston asnjë direktivë e Bashkimit Evropian për adaptimin e për largimin nga binariteti dhe adaptimin e identiteteve me spektër të gjë, me spektër nga më të ndryshëm dhe me përkatësi të shumë fisht. Pra, 2 fishtësia dhe shumë fishtësia që ta mësoni ju, është binaritet, multibinaritet. Nuk kanë lidhje me polaritetin. Atë e dirë më mirë se kush do tjetër, kryetari ytë, shkot pyet e kryetarin tënd të shpjegoj se ç'është bipolariteti. Ai ta thot ty mirë. Pranaj dhe. Si e diskriminova? Pse e quajta binar? Ju lutem mos flisni nga vendi, zoti Gogu, zoti Balliu. Asnjë diskriminim. Mos flisni nga vendi, ju lutem. Asnjë diskriminim, përkundazi, thash binar. Dhe binar nuk mund të jetë fyrje kurrë. As edhe gej nuk mund të jetë fyrje kurrë. Jo, s'janë fyrje këto për terminologjinë e njeriu që
beson në mos diskriminimin. Jo, i ke ti këto, po jo unë, se unë jam autori një ligji që e citoj në mëgjes këtu, i cili pikrisht nuk pranon dhe denon diskriminimin për orientimin seksual. Po ju jeni, çfarë të them unë ju am tope? Pra, qenë ka binar si pas te fjala fyrje. Mund të them shumë gjëra për te. Turp, tope. Zoti Gogu ka kërkuar fjalën. Po ja u shpjegoj edhe njerë. Po të doni ja u lexoj. E keni stigmatizuar për orientimin seksual dhe keni thënë që për shkak të orientimit të tij seksual po bën politik për veten e vet. Dhe ka dalë Komisioni Evropian dhe ka thënë barazia gjinore dhe mos diskriminimi për arsye të orientimit seksual është në kartën themelore të qytetarisë europiane. Dhe unë, me shumë të drejtë, ju përshëndeta për 2010-ën që ju keni miratuar për mos diskriminimin për arsye seksuale që e keni bërë juve. Ju përshëndeta për këtë gjë. Por në të njëjtën kohë, gjithashtu ju denoncova për diskriminimin që keni bërë ndaj socialistëve të thjeshtë, kur i keni torturuar, kur i keni marrë zvar, kur i keni hequr nga puna, kur i keni vrarë në bulevard si protestues të thjeshtë. Dhe këtë thash, nuk shton asnjë vlerë sulmet ndaj një ambasadori në moment kur ne godasim një ligj që ka vlera europiane, standard europian, 10 direktiva. Pse? Sepse barazon burin me gruan. Dhe që në përkufizim, familjen e keni burr-grua, pra gjinin e keni burr-grua, nuk bën ky ligj, nuk e ripërkufizon ky ligj familjen. Kodin e familjes nuk e prek njeri, nuk e ripërkufizon ky gjendjen civile. Nuk merret ky ligj fare me gjithë ato që keni shpikur edhe që keni trembur. Pse? Sepse doni të trembni përmes besimit fetar, po besimi fetar është pushteti but, zotëri, nuk e njihni ju. Ju njihni pushtetin e dhunshëm. Ju doni që përmes ligjit të bëni gjykat ndërgjegjesh. Këtë ta ktheni në gjykat ndërgjegjesh. Ky është qëllimi juaj. Ta mbaroj fjalën. Qendra e neokonservatorizmit që në Shqipëri sapo kemi importuar një luftë të re kulturash që s'ka lidhje me kulturën shqiptare. Armiqtë e familjes shqiptare janë të tjera, është dhuna në familje, është varfëria. Janë këto gjëra që janë armiqtë e familjes shqiptare. Nuk është pabarazia gjinore, është një nga ato, nuk është orientimi seksual, s'ka lidhje kultura jonë. Ne jemi kulturë e beslidhjes familjare, e dim të gjithë këtë gjë. Por kjo nuk do të thotë që mos të mbrojmë të gjithë ata, shteti duhet i mbrojë të gjithë ata që vendosin të jetojnë me vlera të tjera nga ato që ne besojmë. Faleminderit. Tani e kanë kërkuar fjalën për procedurë disa deputet. Zoti Ramadan Liga, Zoti Belind Kliçi, Zoti Tedi Blushi, Zoti Samir Koreshi, po. Nëse i qëndroni procedurës, patjetër se cili ka hapësirën të flas, por nëse do të vijojmë pika tjetër e rendititës, pikërisht projekt ligji për barazinë gjinore dhe projekt ligji për një shtesë në ligjin numër 10129 datë 11/5/2009 për gjendjen civile i ndryshuar. Kështu që kërkoj mirëkuptimin tuaj të vijojmë me rendititës, nëse i qëndroni kërkesës për procedurë, mund ta merrni. Zoti Likaj, se nuk dua ta kaloj. Zoti Likaj. Atëre të riqet Zoti Kliçi në emër të grupit. Zoti Kliçi. Po, kryetar. U bë disa herë që në seancën e ditës sotme këtu gënjehet në mënyrën më të paskrupull të mundshme nga anëtarët kabinetit qeveritar, në rastin konkret pat për të disatën herë ministrin Gogu, të gënjej, të krijoj insinuata që nuk qëndrojnë, dhe gjithashtu kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke u hequr gjatë gjithë kohës si një viktim këtu e fyerjeve, ka qorët e para të mëngjesit që fyen deputetë e opozitës, fyen kreun e opozitës, ankohet sepse të kapur në flagrancë antarët e kabinetit qeveritar, siç është rasti i zëvendës kryeministres,
konsiderohen korruptuar dhe hajdut dhe ndërkohë përmend vrasje, përmend afera korruptive imagjinare për cilat është i paditur në gjykatë për shpifje, etj. Në lidhje me atë që tha pak më parë zoti Gogu, që ne konsiderohemi si antiperëndimor, me që nuk jemi pro atij projektligji që keni sjellë sot në seancë për barazinë gjinore, më vjen keq, por duhet i kujtojmë perëndimorit Gogu që në datë 20 janar të këtij viti, ditën e rikthimit në zyrën e Shtëpisë së Bardhë, Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka firmosur urdhrin ekzekutiv të parë, i cili ndante eksaktësisht gjinit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vetëm 2 dhe i përcaktonte, në mashkull dhe femër. Dhe për të qenë konkret me ju, titulli ekzekutiv quhej Mbrojtja e grave nga ideologjia ekstremiste dhe rikthimi i të vërtetave biologjike në qeverinë federale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë qëndrim sot ka mbajtur gjatë gjithë ditës edhe vetë Partia Demokratike. Në raport me akuzat e Taulant Ballës për Partinë Demokratike, për deputetët e PD-s, për kreun e opozitës, i sugjeroj të ndjek sot të lexoj artikullin e një nga rrjeteve më të njohura investigative europiane, Follow the Money, të ndiqet paraja, me qendër në Hollandë, e cila ka sjellë ditën e sotme një investigim tronditës, pikërisht shumë pak ditë pas publikimit të Progress raportit. Citoj eksaktësisht raportin në fjalë. Në fillim të vitit 2025, Taulant Balla, gjithashtu ish ministër i brendshëm dhe atëherë ministër shteti për marrëdhënie me parlamentin, u përfshin te lashe për shkak të korrupsionit të dyshuar. Gjatë kohës si ministër, ai ishte gjithashtu udhëheqësi politik i Partisë Socialiste për diasporën dhe përgjegjës për përfaqësimin e interesave të shqiptarëve jashtë vendit. Me 2.5 milion shqiptarë që jetojnë jashtë, vendi ka thuajse po aq njerëz jashtë kufive. Punonësit e ministrit Balla u kapën duke ofruar rreth 60 euro për votat e shqiptarëve në Britaninë e Madhe. Në shërbimet policore europiane, Balla njihet. Qa po lexon, ç'lidhje ka kjo me procedurën? Kjo s'ka lidhje me procedurën, gjithsesi e konsumuat edhe kohën, por pa drejtësisht. Zoti Blushi, Tedi Blushi. Kryetar, unë po i qëndroj... Replik. Po i qëndroj strikt në fakt procedurës. U bëj disa ta herë që ju edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste paralajmëroni deputetët e opozitës me masa ndëshkimore. Dhe argumenti është një, etika. Po, a mund të flisni ju për etikë ku mjafton përgjimet e zëvendës kryeministres se si flisni me njëri tjetrin? Ju flisni këtu për etikë? Pa keni turp? Pra ju quani fyerje që thua hajdut? Kur dëgjuam kryetarin e KLSH-s që kanë avulluar për 9 muaj 900 milion euro dhe që nga fyerje të thua hajdut, dhe ndërkohë lexoni zëvendës kryeministra. Lexoni përgjimet e tjera të Skajën Kroçatit, si e degeneroni njëri tjetrin. Po nuk mund të përjashtoni deputetë opozitës pse u quajnë hajdut. Ky jepni fund kësaj maskarade dhe këtyre paralajmërimeve, do ju shkarkoje, do ju heqe, do ju syven zor syven. Po turp po e di që tamam si Korçart, do vi rënd. Po jo, po tamam këtu po nuk keni këtu je tamam në edukatën që të takon. Niko, në qoftë se ti je Korçar dhe të vjen turp që ti je nga Korça, ky është kompleksi yt. Po jam krenar që jam nga Korça, Niko, edhe jam shumë krenar. Nuk jam si ti që i vjen turp që është nga një vend. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit që kontribon në sadopak relativizimin e markës superlokalist që unë kam. Jam e kundërta asaj që po vizatoni ju, zoti Blushi. Shumë faleminderit, se kam zakon, ndjes që e personalizova. Zoti Gogu, për çfarë kërkoni fjalën? Replikoni apo doni fjalën si ministër?
Nuk e kam ndërprer fjalën, zoti Kliçi, nuk e kam ndërprer fjalën tuaj, kam mbaruar minutazhi. Zoti Gogu. Kryetar, po detyrohem ta bëj kërkesën vet. Pavarësisht se nevojitet që kërkesa të bëhet ndoshta edhe nga juve. Por në partinë e tyre ndoshta fjala gënjeshtar, kur ja kanë thënë njëri tjetrit, nuk ka vlerë. Për mua ka vlerë, sepse foli, më akuzoi si gënjeshtar. Kolegu im. Dhe nuk tregoj se cila ishte gënjeshtra. Pra, nëse do t'i thuash një njeriu gënjeshtar, duhet t'i tregosh, ore, shiko, kjo ishte kështu, dhe përmendi fjalën që tha zoti Gogu na akuzoi si anti-perëndimor. Nuk e thash në asnjë moment. Përkundrazi, denoncova një sulm personal ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian, e lexova, mo do të lexoj si shpifje. Po jo, mor zotri, po lexoj fjalën që zbardhur, fjala e si ku e shoh. Po tani, nëse do më sfidosh në këtë mënyrë, po të them këtë gjë. Zoti kryetar, unë do kërkoja ndërprerja në seancës tani, ky zotria ose do kërkoj falje, ose do sjelli provën e gënjeshtrës, sepse këta duke ardhur dhe duke kthyer foltoren e kuvendit, si foltoren e partisë tyre, mbjellin kulturën e dhunës çdo ditë në familjen shqiptare dhe në shoqërinë shqiptare, dhe pastaj vin qajnë kur fëmijët theren. Dhe mendojnë që po mbrojnë fëmijët duke mbjell urrejtje. Dhe duke folur, duke i thënë një kolegut sikur po i thua punëtor, apo po i thua gënjeshtar. Ta mbaroj fjalën. Po. Zoti Balla, për procedurë. Zoti kryetari Kuvendit, bazuar në nenin 52 të rregullores së Kuvendit, si kryetari i grupit parlamentar, duke mbështetur plotësisht gjithçka tha ministri për marrëdhënien me parlamentin, duke vërejtur me shqetësim të thellë se dhe pas atij aktit të rënd të një sulmi të paprecedent për Kuvendin e Shqipërisë, po jo i paprecedent për autorin i cili me të njëjtën gjuhë seksiste, diskriminuese, ka sulmuar edhe ambasadorët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe këtu kujtoj ambasadoren e nderuar Marizalino, kujtoj këtu ambasadorin e nderuar Joseph Limprecht, kujtoj këtu ambasadorin e nderuar Withers, kujtoj këtu ambasadoren e nderuar Yuri Kim apo ambasadorin Donald Lu, por duke qenë se jemi në kushtet, kur ka një reagim zyrtar nga Komisioni Evropian, nga komisionera për zjerimin, dhe citoj, komisionerja nuk është informuar as nga unë, as nga zotëria, po është informuar nga delegacioni. Dhe duke qenë se ky sulm ndaj ambasadorit nuk lidhet fare me këtë ligj, por lidhet me vlerësimet e djeshme të komisionit, për rezultatet e shkëlqyera të Shqipërisë, për suksesin e paprecedent të ecurisë, nuk ka sulmi fare lidhje me ligjin. Ligji është i qartë, dritë e diellit, burra gra, dhe këtu mbaron, pa ai sulm është për vlerësimet e djeshme. Prandaj, zoti kryetar, bazuar në nenin 52, kërkoj 30 minuta pushim për një mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Socialiste pas sa ngjarje të rëndë. Atëherë 30 minuta pushim bazuar të neni 52 i rregullores, me kërkesë të kryetarit të një grup parlamentar, siç bëm edhe paradite me kërkesën e zotit Kliçi në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. 30 minuta pushim.